Obori fakultetit juridik ishte stërmbushur me njerëz që nga orët e hershme të mëngjesit të së dielës. Të gjithë këta po presin të hyjnë në testim pasi kanë aplikuar për një vend pune si gardian në burgun e nivelit të lartë të sigurisë në Dëzë dhe në qendrën e paraburgimit në Gjilan. Për 70 vende të lira kanë konkuruar rreth 5.000 persona. Ndonëse se çdo i 71 aplikant ka mundësi të punësohet, shpresat i kanë të mëdha se do t'ja arrijnë qëllimit. Sipas nevojave që ka në Kosovë për punësim, faktikisht është dhe ka nevojë kjo rinime pas vende se më të lira, se më shumë të lira të punës, do thotë kjo është edhe fluksi i madh, dhe shoku i kësaj ka ardhur deri te kjo. Çka di më tash? E një tjetër që ka konkuruar për gardian nuk e cilësoi si të vështirë këtë testim me shkrim. Mirë, kemi kalu, pyetjet nuk e në të shtira, e në rreth Kosovës, shërbimit korrektues, zonat tona nuk kanë qenë shtira. E pas përfundimit të testit me shkrim, aplikantët e përzgjedhur i presin edhe disa procedura të tjera. Procedura shumë gjata.